Bujaria meriton lëvdata. Kjo thënie koncize përmban urtësi dhe udhëzim të thellë për myslimanët në jetën e tyre të përditshme. Për të kuptuar thellësinë e kësaj thënie, do t'i drejtohemi Kuranit, i cili ofron ajete të shumta që theksojnë virtytin e bujarisë dhe shpërblimet e saj. Allahu në surën Bekare, ajeti 261, thot: Shembulli i atyre që e shpenzojnë pasurinë e tyre në rrugën e Allahut është si një kokër drithi që mbijnë 7 kallinj. Në çdo kalli ka 100 kokra, dhe Allahu ja shumë fishon shpërblimin e tij kujt të dojë. Dhe Allahu është gjithëpërfshirës dhe i gjithëdijshëm. Ky ajet ilustron se kur japim bujarisht për hir të Allahut veprat tona të bamirësisë, jo vetëm që shumë fishohen, por edhe japim fryte të bollshme. Ashtu si një fare vetme i jep një korrje të bollshme, bujaria jon sjell bekime dhe shpërblime përtej imagjinatës sonë. Me dhënien tonë vetmohuese, ne fitojmë lavdërimet dhe bekimet e Allahut. Një ajet tjetër që rezonon me thënien e Imam Aliut gjendet në surën Insan, ajeti 8 dhe 9, ku Allahu thot: Ata janë që për hir të tij u japin ushqim të varfërve, jetimve dhe të zënëve robër. Ne po ju ushqejmë vetëm për hir të Allahut dhe prej jush nuk kërkojmë ndonjë shpërblim e as falënderim. Ky ajet nxjerr në pa thelbin e bujarisë së vërtet, që është të japësh pa pritur asgjë në këmbim. Kur ne japim vetëm për hir të Allahut, duke kërkuar kënaqësinë e tij dhe duke mos kërkuar lavdërim apo mirënjohje nga të tjerët, ne përputhemi me mësimet e Kuranit. Veprime të tilla vetmohuese të dhënies fitojnë formën më të lartë të lavdërimit nga Allahu, pasi ato tregojnë sinqeritetin dhe përkushtimin ton ndaj tij. Thënia e Imam Aliut i inkurajon myslimanët të kultivojnë një shpirt bujar dhe të kuptojnë ndikimin e thellë të veprimeve tona të dhënies. Kur japim bujarisht, ne jo vetëm që u sjellim dobi atyre në nevojë, por gjithashtu lartësojmë shpirtrat tanë dhe fitojmë lavdërimet dhe bekimet e Allahut. Bujaria nuk kufizohet vetëm në pasuritë materiale, ajo përfshin ndarjen e kohës, njohurive dhe burimeve të dikujt për të përfituar të tjerët. Imam Aliu vetë ilustron virtytin e bujarisë gjatë gjithë jetës së tij. Ai jepte bujarisht nga pasuria e tij për të mbështetur të varfrit dhe nevojtarët, deri në atë mas sa që jepte ushqimin e tij kur nuk kishte asgjë tjetër për të ofruar. Pasojat e ushtrimit të bujarisë janë të gjera. Kur japim me vetmohim, ne frymëzojmë të tjerët të bëjnë të njëjtën gjë, duke krijuar një efekt të valëzuar të mirësisë dhe dëmshurisë në shoqëri. Veprimet tona të bujarisë mund të lartësojnë shpirtrat e atyre në nevojë, t'u ofrojnë atyre shpresë dhe mbështetje dhe të nxisin një ndjenjë uniteti dhe solidariteti midis myslimanëve. Duke menduar mbi thënien e Imam Aliut, na kujtohet rëndësia e kultivimit të një zemre bujare dhe përqafimi i shpirtit të vetmohimit. Duke dhënë bujarisht, ne jo vetëm që fitojmë lavdërimet dhe bekimet e Allahut, por gjithashtu kontribojmë në përmirësimin e komuniteteve tona dhe botës në përgjithësi. Allahu na dhënë të aftësinë për të mishëruar virtytin e bujarisë dhe veprimet tona të dhënies të jenë një mjet për të fituar kënaqësinë e tij dhe shpërblimet e përjetshme.